Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se për të zgjedhur drejtuesin e partisë do të ketë një garë të hapur. I pyetur në konferencë për shtyp nga Selia Blu, Berisha u shpreh se do të jetë një nga kandidatët, por se gara do të jetë e hapur. Së pari, cili do që lexon raportin paraprak të OSB Odirit dhe ka kulturën minimale në të drejtën elektorale, kupton që zgjedhjet kanë qenë farsë. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, s'ka nevojë të faktojnë. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, e thot këte rekomandimi i Këshillit të Evropës. Janë zhvilluar në kushtet pa barabarta, e thot raporti i paraprak i OSB Odirit. Që këtu zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje. Kjo, së dyti, ju garantoj se çdo deputet, antar mbështetës i kësaj partie do të jetë i lirë të shpreh çdo mendim që ka. Kjo është gjëja më normale. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet të jetë i saktë. Statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do të jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdhë? Po sigurisht që do jem. Pyetja është kjo. Por e hapur ama, cili do? Zoti Berisha, po ditën e djeshme, ish deputetja e Partisë Demokratike Zheni Gjergji ka pranuar ofertën e qeverisë për tu emëruar drejtoreshe e Spitalit Rajonal të Elbasanit. Është e disata demokrate, cila, le ta themi, ndryshon ka politik, dhe duket se kryeministri Edi Rama e paska patur seriozisht peshkimin e demokratëve për emërimin në administratën shtetërore. Nuk është kjo një raport i këtyre individëve me Sali Berishën. Kemi të bëjmë me një raport me ata që i kanë votuar, me ata që i kanë mbështetur. Një gjë mund të them, se për Sali Berishën, të gjithë ata që shkelmojnë mbi atë besim dhe mbështetje, janë automatikisht jashtë kësaj force politike. Sepse 99.9% mos më shumë, ose 999% të atyre që i kanë mbështetur këta individ, ndërkohë janë pa punë, janë në kushtet vështira, por nuk ipen. U kanë shërbyer këtyre pakten shumë pak, 3-4 vetë janë gjithsejt. Kështu që këta bëjnë një vendim, kalojnë në partinë e krimit, në partinë që i përkasin, dhe vetëm kaq. Pra, ky është komenti jo vetëm për atë, për të gjithë ata që kanë, për 3-4 janë gjithsejt këta në Shqipëri, mund të kenë më shumë, se unë po. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Kë ka mandatuar Partia Demokratike për qenë në krye të reformës zgjedhore dhe reformës territoriale? Akoma nuk kemi, do mandatohen, por tani për tani, po bëhen diskutime paraprake në Komisionin e Ligjeve, natyrisht po shtyrtohen rrethanat, kriteret dhe me radhë. Nuk ka akoma një ekip të mandatuar nga ne se ky do jetë për këtë reformë, ai do jetë për atë reformë. Sa po të qartësohet
çfarë platforme do zbatohet